çdo gjë të rëndësishme tjetër time, qoftë edhe dalje televizive të mëdha, unë Vite Valdrini dhe i bëj. Ne të dy nuk kemi takuar fare, por unë kam ardhur këtu gjithmonë edhe Valdrini ma njeh shumë mirë trupin. Dhe ajo që unë vlerësoj shumë, Valdrini është që ai dashuron trupin e femrës, edhe e di që në fund të ditës për te çdo lloj bukurie do dalë mirë. Kështu që unë kam një vjetorin e Andales, është kompania, është një media e re në Shqipëri, edhe në 11 dhjetor është një vjetori. Unë do t'ia gëzoja sepse ka pasur një sukses shumë të madh. Nuk dua t'i gëzoj më me të zezë, pasi unë kam qenë pak më e shëndosh, dikur edhe zeza ishte ajo që më fshikte. Tani duke qenë se unë bëj palestër shumë, dua ta celebroj trupin tim. Duket. Desha diçka kështu më festive, ndoshta të rrezikoj pak. Së pari dua me të uru për vjetorin, shpresoj që ke shumë sukses në kompani. Faleminderit. Mua më duket se je person domethënë ngjyra pak më qeta, diçka ngjyrave domethënë të tokës. Mos më shih kaq serioze sot më fal. Sepse unë kam qef gjithmonë të ke një detaj, një gjë që të bëj diferencën. Jo në vendin e duhur për atë sen. Edhe siç thënë më përpara e ke përmend më herët se je klient e rregullt. Mundemi të dërgoj disa modele që i kemi të fundit. Pasi që nga dhe për vjetorin, diçka që më ron në sy. Po, më ran. Por ti jemi pak të mbyllur. Po, okay, pa problemi, mos ta ndin. Skica. Në një fustane për ty, që besoj që kjo më duk tepër bukur to, edhe pastaj shumë e bukur kjo. Për shumë fit. Se do kërcejmë një çik. Po, për atë arsye e kena bërë këtë një hapësirë me kohën që me lëvizje pak më kollaj, që nëse thonë në stop e ngurtë ose diçka. Hi, unë jam këtu me Hardin, është stilist të kemi këtu të Valdrin Sahiti, që është super atelje, dhe është atelje e miku tim, edhe natyrisht nga stilistët më të njohur nga krenarit e shqiptarëve edhe në botë. Unë erdha këtu në fakt të takoj mikun tim dhe të takoj edhe të flas me të edhe për ju, por natyrisht u ndova të bëj porosit e radhës. Tek Valdrini vi për të gjithë eventet e mëdha, kam ardhur këtu për Dancing with the Stars, jam veshur këtu, jam veshur për vjetorin, për Snobin, premierën dhe çdo premierë, çdo përvjetor unë e kam, më thënë, vi këtu. Kështu që edhe këtë radhë e kam si fat të augur të mbar Valdrinin. Ne do vazhdojmë mirë të zgjedhim fustanin dhe pastaj do kalojmë të takojmë mikun tim edhe të mësojmë më shumë për të gjitha arritjet e jashtëzakonshme të atij njeriu, të Valdrin Sahitit. Okej. Të marrim masat? Shumë speciale për ty. Okej. Pse këtu janë të gjitha? Këtu kemi disa materiale. Sa bukura. 1% e materialeve të cilat. Valdrini jo gati. Është gati. Do vazhdojmë që më vonë sepse mezi po e prisë Valdrini, unë kam marrë dhe për Valdrin dhe për fustanin, por Valdrini është primari dhe ai ishte i zënë gjithkohës. Faleminderit që pastaj ardhi. Valdrini është vetëm full dhe tani erdhën disa të huaj klient, kështu që tani do të shkojmë tek dhoma e tij e magjisë, aty ku bëj gjithë magjia, aty ku ai kalon, jep një ide dhe pastaj zhderrohet në 10 tra fustane dhe në trende të mbrëmjes. Shikojnë gjithë njerëzit në punë. Ndërkohë, dhoma e magjisë është më këtu. Ja ku është Valdrini. Hello! Më kollaj e kam në WhatsApp të gjeti se sa këtu. Qa bë? Ku je? Qësh je? Mirë, erdha. Më falë, shko direkt e këtu tha se këtu është dhoma ku bëhet magjia. Shpella quhet kjo? Hello, si jeni të tërë punë të mbar. Qa ndodh tu? Për të hyrë, se do ju direkt unë tani për njerëzit. Qa ndodh tu? Magjia. Na krijojmë këto, gjithë ditën rrim këto. Ti? Unë edhe... Do të thënë, zgjohesh të mëngjes, edhe vjen, do të thënë, zgjohesh me një ide, apo si ndodh, apo gjatë ditës, apo jep shumë në tavolinë, apo diku dhe vjen një gjë dhe thua, që e gjeta. Që është mëngjes me ide, ka edhe momente, por na zakonisht i konstruktojmë në baza vjetore, javore, mujore dhe ma ne i punojmë mbi që ata mood boards. Po jo çdo ditë del mirë. Po më fal, shiko, çfarë mrekulli është kjo? Kjo me këto, çfarë copë është kjo? Kjo është një copë që e përdorim na që nga 2-3 vjet, që është shumë e mirë, po shumë e vështirë me u përdor. Edhe ma ne për shembull tash na tentojmë 5-6 herë derisa është mirë për mu. Po kjo nuk bëhet mirë për mu pa nejtë edhe unë këto, pa ardë, pa dalë, pa. Derisa është mirë që mund të rritu dhe një vit. Po.
ndodh që rënë. Kush ka ndonjë përshikat në gjatë në fund? Po është një best seller, ka ne 2 vjetë në tavolinë punëtori, edhe pastaj në fund na përfundum xhirimi shpejt. E I thash unë këtyre djemve, thash a marrim edhe ata, thash I rudhur e kurosin pak, s'është I bukur. Jo është I vjetër, jo s'është I bukur, edhe it comes me qenë best seller. Kështu që tash na nuk e dim, po prafërsisht e dim, sepse edhe na këtu jena shumë njerëz, edhe pastaj njerëz tjerë që sillen, mendimit gjithve, edhe në fund rezultojmë koleksione finale. Valdin, ke bërë një perandori, u lodha duke ecur këtu një herë. A të qaj? Pa, është fantastike. Shumë e bukur, edhe ne nuk besojmë që unë do ta nxjerr madhështinë e kësaj gjë, nuk mund ta nxjerr kamera kur, sepse duhet vish këtu. Edhe jo vetëm për të thënë këtë që është më e madhja në Ballkan, këto se shpesh ne në Shqipëri bëjmë dhe gjëra që kemi më të mëdha në Ballkan, po vetëm se ne kemi qef ta themi këtë fjali. Kemi qef. Është e pamund. Më e madhja këtu, televizioni më I madh, por çfarë influencë e ke? Do të thonë, ç'kjo është dallimi shumë I madh, sepse na nuk e maksimizojmë çashtu, edhe pse unë nuk është që njina shumë për modesti, po mendoj që jam në fillim të krijimit të perandorisë. Po, fakti jote është perandoria jote, realisht ka im se mund të jesh më e madhja në Ballkan, por nuk të njeh njëri në Ballkan. Ti thjesht në metra katror mund të jesh më I madh në Ballkan. Kurse ti ke një atelier të jashtëzakonshme, por ndërkohë e ke çar kufin dhe je I njohur në të gjithë botën. Kjo është për mua është shumë impresionuese dhe unë mendoj që të tërë duhet vinë edhe për një vizitë me shkollën këtu. Për shembull edhe me ideja e krijimit të gjithë gjës ka qenë që të krijohet një lloj showroom pak muze, po I cili është I ndërlidhur me eksperiencën e klientit, po edhe me eksperiencën tonë. Sepse unë besoj që në çdo mure që ke kalu edhe në çdo rrugë e ke pa vulën e vujtjeve dhe të lodhjes edhe e ke pa që kur gjë nuk është e krijuar rastësisht ose pse është trend. Do të thonë gjithë sipërfaqja është e ndërtuar në atë që ka ndje one në këto momente, në atë që ka përkaloj one dhe në formësimin e departamenteve dhe ndërlidhjen mes tyre. Për shembull, eksperienca e klientit nuse, pastaj prodhimi, pastaj prodhimi I gjerë, atelieja, zyra e financave dhe të gjitha janë të konstruktuara që të jenë around me. Sepse unë duhet të jem gjithkohë fati I mirë ose fati I keq. Nuk besoj që është I mirë, po është I tillë. Unë erdha jo vetëm të flisja për punën tënde, puna jote është një punë e tillë që edhe flet. Puna flet, unë s'flas, ma ne unë po me spazar. Po, edhe kur fleti, vë zhur, nuk është se je pa gjë, nuk është se të kam mik, po nuk është se flet vetëm si stilist, edhe nuk e çan kokën fare për ato që thua dhe je gjithmonë shumë I drejtë për drejtë. Po është ajo fakti që mua më pëlqen të flas me njerëz që janë energjia, the energy that walks, kështu që unë kam shumë qejf që të ulem në një vend të qetë, që është ka një zyrë shumë të bukur. E ka super zyrën, e ka kështu. Edhe unë xhiruava pak më parë atje dhe pash veten time duke shak kështu si në Hollywood. Domethënë sikur e ke bërë për xhirime këtë. Unë pse ata po them, unë kam bërë gjithkohë bukur se unë jam gjithkohë. Dhe do të më konë gjithkohë bukur për me reflektu bukur edhe me kriju bukur. Do të thotë nëse vjen këto është bukur, është interesant. Pastaj nëse shkon në lobby është bukur, pastaj nëse shkon në punëtori është bukur, në atelierin e zezë është bukur. Normal, të zyra jam është ma qetë. Mbase duket ma bukur, po është thjesht ma koll, ma qetë. Po ato është gjëja, do të thotë. Kështu që ato mure nuk folën, sepse do të shfrytëzoj objekti mate, po ato është faza. Ta të qetë dukeni ju, apo jo? S'jan. S'jeni të qetë. S'keni mikrofona, shpëtua të radhë. Mirë, atëherë ikim tek zyra? Po. Zyra jote Valdrin, kryevepër, edhe si shte edhe ti vetë, që e ke krijuar çdo gjë ka një lloj moodi, një lloj gjendje, është si film. Se unë e shoh si film, që këtu mund të xhiroja, domethënë dhe kur flet për ty dhe për karrierën, për arritjet, kjo e tregon. Por nuk e di, a është filmi që ke dashur? Kjo që ke arritur tani? Kisha pas qef mu kon film, se I kish pas skenaren, unë më shumë kisha me qujt një serial, që ka njerë thome dhe vetë, qush ko mujt mi lidh epizodat, prej të parës në dytën, prej dytës në tretën, edhe mi lidh edhe sezonat. Sepse është një serial I vazhdueshëm në kontinuitet, I cili nuk mbaron, edhe këtu shet
çdo kënd gjurmë të mia, po seriozisht është një vend i dramave. Është çdo më thënë. Çdo milimetër është dramë, sepse unë mendoj që fakti që 23 vjet na shesim një eksperiencë, unë personalisht, me klientin, më bën me jetu mes ëndrrës së grave edhe krizave të mia. Do të thotë, dhe në çdo ditë, në çdo milimetër të kësaj zyre dhe të kësaj studio, ti vesh drama me glamur. Ti vesh gëzime, vesh divorce, vesh ditëlindje të fëmijëve, xhelozi në familje, vesh konkurrencë ndaj ish të dashurve, ndaj të dashurve të ardhshëm. Dhe përveç tyne i trajton, edhe pastaj i kuron me glamur. Është një realitet që me siguri në subkoshiencë e kom kërku edhe kom punu shumë, sado që është realitet i dhemshëm, ose i bukur. Jom duke punu, jom duke gabu, jom bas edhe duke fitu, dhe jom shumë koshient që gabimet e mia nështë kanë qenë shtrejta, edhe tavolinat jo të duhura, që nuk do të duhet të ullësha kur. Që më falë, do të ndërpres pak për tavolinat, sepse ti në një biznes që është shumë interesant, por shumë ndrimtari. Pavarësisht se në Kosovë jeni shumë të fuqishëm se në Shqipëri, ne filluam diçka në vitin 90 me stilistët, filloja dëshira, dolën ato stilistë, pastaj u zhdukën të gjithë, pothuajse. Nuk po them që janë irrelevant, por që nuk kanë ato fuqi që kanë këtu dhe ti e ke hapur. Dhe ti e nise këtë gjë, e nise të pjesën ndërtove në një industri dhe more seriozisht. Dhe të marrësh industri seriozisht, në një vend që foli për luftën, dhe pastaj foli si për qeveri, të krijonte një qeveri, shteti. Të krijonte një shtet bërje. Se në 2008 jemi kriju si shtet. Po, si shtet. Ndërkohë, edhe në Shqipëri, gjithmonë pjesa e bukur e artit është marrë seriozisht vetëm kur ka qenë ndonjë në krye, siç ka qenë për ca kohë Edi Rama kryetar bashkie, apo dikush, një artist ose ministri kulture, ka dashur arti më shumë, ndryshe nuk është marrë seriozisht. Dhe në oborrin e mbretërve, pjesa e krijuesve ka ndenjur larg, janë shfrytzuar kur duan, sidomos të huajt, që jetojnë jashtë, dhe janë larguar. Pra, të duash të merresh seriozisht në këtë dhe të marrësh seriozisht si business person, që ke një fuqi, që ke ndërtuar këtë gjë, që unë pikërisht isha sot këtu dhe erdhën ishin të huaj, ndërkohë që isha këtu isha dëshmitare, dhe nuk është hera e parë sa që vi këtu janë të huaj, të kesh një gjë dhe nuk e di se sa ka qenë e vështirë për ti të merresh seriozisht. Dhe pastaj duhet kaloj tek kjo tavolina, se është interesante dhe pasiguria, a jam unë në vendin e dur duke bërë atë gjën apo mos jam i çmendur. Edhe sot lodhja më bën gjallë, po ëndrat më bën zgjuar ende. Kjo është ëndra më e gjatë në jetën time dhe është ëndra pa të cilën nuk shoh mujt me jetu. Pavarësisht në për çka kam kalu, që është jashtëzakonisht jo e lehtë për të ndërtuar një biznes në profesione të tilla, në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, është vërtet që edhe nuk e marr seriozisht sepse nuk e pas shembuj të cilët kanë pasu për të validu punën dhe veprën edhe suksesin, edhe fuqin, qoftë në showbiz, qoftë në politik, qoftë në njohje të vendit, qoftë në eksport, import, çkado që është. Unë asnjëherë nuk jam thyr nga gabimet dhe nga mendimet. Sepse te den dhe nga kontaktet tona, po edhe kom thonë disa herë, mendimet të cilat nuk janë të validuara ose nuk vijnë nga njerëz kompetent, janë thjesht mendime të fansave ose kritika të fansave, të cilat nuk besoj që duhet me të demotivu në rrugtimin tonë. Një gjë që kam kuptuar në jetë gjatë rrugës, kam kuptuar shumë herët kush nuk du me qenë. Dhe mendoj që përgjigja e kush nuk du me qenë, mandej mi ka dhënë të gjitha përgjigjet e çka du me qenë në të vërtetë. Dhe kur unë kam kuptuar çka du me qenë në të vërtetë, që sot për shembull ti ose publiku e sheh si një moment që unë kom ardhë në një pikë, unë mendoj që vetëm kom fillu në komparacion me ëndrën dhe
me çka kom bo për këto 23 vite. Ti po thua ke filluar tani? Unë mendoj që unë vetëm sa kom ateru në rrugën e duhur. Dhe në këto 23 vite, unë vetëm jam gjitë për të qenë në rrugën e duhur. Unë kam ndërtu një biznes, ndoshta pa dëshirën për të ndërtuar një biznes, sepse ideja është për të ndërtuar një brand. Sot më gjenë ti në një moment ku kam ndërtu një brand, i cili është pothuajse global, po në anën tjetër e gjenë një valdren i cili ende jeton, funksionon, vepron në Prishtinë, ku hala njerëz thonë qysh prej Prishtinës e veshi krejt botën, dhe i cili mirët me po të njëjta gjana lokale si çdo person tjetër që vepron edhe jeton në Kosovë. Kjo nuk e bën të lehtë që të dallimin. Po thuaj se pas çdo glamuri në çdo kontest të jetës është një maskë. E ke kështu si citate atë që thua. Tani maska jote ose pesha jote nuk është pesha e njeriut normal. Absolutisht. Se ti jetë me një brand. Ti e gjithkohës ke një brand dhe ke vënë emrin tënd, fatkeqësisht apo fatmirësisht për ty. Yes. Se ti vesh një emër tjetër thua fshihesh mbas atij, vazhdon jetën tënde, kanë bërë shumë njerëz të mençur atë. Dhe nëse ti si e mirë, është si puna në bursë, që nëse ka një tronditje tek dizajnerit e Valdrinit, po ti je në bursë, kompani publike, atëherë edhe aty do tulet bursa tek apo jo. Pikërisht. Më si është kjo, çfarë presioni ka mbi ty dhe nëse mund të flas në një gjë konkretisht, ka pasur momente që ti je përballë me markën, me emrin tënd dhe ke pasur një turisti shumë të madh dhe ke ndier, ke thënë çfarë po i bëj vetes. Unë nuk kam qenë mjaftueshëm i aftë në fillim për me kriju një brand me një emër tjetër e cila nuk lidhet me hijen, me fytyrën tem, por mandej mendoj që kam qenë inteligjent dhe kam pas një inteligjencë të jashtëzakonshme emocionale që të kujdesem shumë për çdo hap në jetën personale që ta mbroj me thaj edhe me dur emrin edhe dinjitetin e brandit, sepse kum kuptu rëndësinë dhe vazhdoj me kuptu që janë të ndërlidhura ngusht me imazhin edhe me gjithçka që bëjnë në përditshmëri. Andaj edhe kjo e bën diferencën mes të qenurit veç një biznesmen, po edhe të qenurit një biznesmen edhe fytyrë publike. Sepse, për shembull, tonë është e pamundur marrë punë mos mu dok mirë, sepse ti duhesh mu dok mirë. All you sell është mu dok mirë. Edhe personi i parë që njerëz kanë me pa dhe kanë me marrë një shembull, je ti. Ti duhesh me qenë i lexueshëm, sepse ti duhesh me diskutu me ata njerëz, me ata klientë dhe klientët tu nuk janë klientë racional, janë klientë emocional. Unë jetën tem në këto 2 dekada, po flas për shembull për të gjithë klientë gratë shqiptare kryesisht, janë kliente emocionale të cilat ndërlidhen me eventin dhe mendojnë gjatë për me shpenzu kohën dhe financiarisht tekon. Nuk është mbase rastësi momentumi ku gjindemi momentalisht. Konsistenca ime nuk ka qenë romantike që duket, ka qenë kogja brutale. Do doja që të ishte një konsistencë romantike, bukur. Vetëm me ide që të vinë. Me ide që të vinë, me pasuri që të trashëgohet nga familja dhe pastaj të shumë fishon, do të doja, por nuk ka qenë. Nuk do të thotë që ndoshta unë kam qenë dhe vazhdoj të jem më i talentuar i asaj kohe, po mbase më kokforti patjetër që po. Kjo pastaj ka shumë fatura që edhe pagun. Krejt që ka ata dojnë me ditë është glamuri që t'i ofran, po ky brutaliteti konsistencës normalisht që ka pas vete edhe burnouts, edhe depresione. Si e keti burnoutin? Unë e kom përjetu një burnout për herën e parë në moshën 27 vjeçare. Sikurse edhe sot, po kam qenë shumë i ri për të vetë menaxhuar me shumë pak staf, edhe me më pak njohuri, edhe pa doktor, pa idenë që duhet të kem doktor. Çfarë të ndodhi? Jam kurioz, çfarë ndodhi për ata që edhe nuk e kuptojnë burnout? Fillova, do të thotë, mos më undi mirë atë javë, në kontekstin ndryshime në disponim, lodhje më e madhe, por një ditë për ditës thjesht ishte një blackout.
Dhe të unë u qova në mëngjes edhe thjesht refuzova me dalë për shtëpis. Do të thonë nuk kisha asnjë arsye me dalë për shtëpis. Edhe nuk kish njeri që mundet me nxjerr për shtëpis edhe asnjë fakt. Ndërkohë që ti shkoj çdo ditë tek biznesi, kështu rregullisht biznesi po ecë. Çdo ditë e natë. Sepse unë kam flajt aty, në çdo objekt ku unë kam qenë, gjithmonë zyra ka qenë shoqërume, sikurse këto me krevat, me një banjo, me tosht. Sepse më ka ndodhur që kam flajt edhe të punu, edhe mandej nesër vetëm kam vazhdu. Pra për të kuptuar, ti një ditë, duke qenë se shkoje çdo ditë dhe harxhoje lije shpirtin, zemrën aty, një ditë s'kam asnjë arsye pse shkoj. Zero. Edhe në atë fond, në atë terë, te e sheh dihun larg, një dritë. Dhe nuk isha në idenë e vetvrasjes, ose në idenë me pi hapa, ose në idenë me dalë me pi alkool, ose drogë. Nuk ishte ajo koncepte. Koncepte ishte thjesht, nuk isha motiv me shku në punë, edhe kjo është atakimi im i parë me doktorin, edhe fillimi i diskutimeve me terapist për mënyrën e menaxhimit të jetës edhe të lifestyle. Nuk harroj asnjëherë, doktori më tha, është ta dhe një problem tjetër me ty, tha, sepse në ndërdijen tonda, edhe kur bën seks, menon që je në mes të një teatri, ku po të këshyrin publiku edhe në fund pret me tuat trokit, ose me thonë nuk i ke bo mirë. Që është e vërtet. Edhe tha, është e fa mundur qysh nuk mundesh mu ullë pa mendu. Tha, këto janë disa nga problemet që po i vrej qysh në takimin ton të parë, do të thotë nuk mundesh mu ullë pa mendu. Tha, edhe këto janë disa probleme shumë madhore të cilat tu kanë bo me kohë. Pa mendu dhe më thënë që t'jesh kontrol të çdo situate, si të ulem, ku të ulem që... Fix. Aty pasaj fillova pak me u marrë me vetën. Ta kom pas shumë gjana ma primare dhe ma emergjente, se sa shëndeti mendor ose energjia dhe ndikimi e energjisë në jetën tonë, deri në pikën kur kom ri që e kom pa që është kruciale. Pa e ka ndodhur të 20-at, që prapë është një moshë jo shumë dërgjësoj. 27-28. Po. Aty do më thonë kom fillu paka shumë me i bo ndryshimet. Çfarë ishte një ndryshim për shembull? Ose gjëja e parë që the, okay, I have to stop. Kufit të cilët fillojnë me prindin, me partnerin, me shokun e ngushtë. A ishte vështirë kjo, se ne shqiptarët e kemi e kuptojmë si egoizëm. Është shumë e vështirë, sepse aq ma shumë është e vështirë kur ti je djali i madh, dhe lidhja me nanën për shembull është e jashtëzakonshme. Dhe ti ke një nëntë suksesshme, një nëntë fort. Një nëntë suksesshme, një nëntë fort, e cila ka udhëhequr shkollat më të mira të qytetit për 25 vite, shumë strikte, por që shumë fragile në shtëpi dhe sidomos në marrëdhënie me mu. Me 4 burra në shtëpi, me 4 burra në shtëpi. Po. Në anën tjetër, unë kam edhe një partnere, po thuaj se gati që 20 vjet, e cila në një formës të tjetër, unë me thonë është filtri jam ma i mirë, edhe ma i vështirë, sepse ndoshta kur gjithë duar trokasin, ajo nuk duar troket, edhe mandej në anën tjetër të bën nervoz, për në anën tjetër të bën edhe shumë të intimiduar në raport me ta, dhe kufit kanë qenë pjesa e parë e ndryshimit. Me njerëz kryesor. Gabimi i on si shoqëni është që nuk kemi mësuar ndoshta nga familjaria me pas privatësinë e duhur e të qenurit, e qenjes tonë. Dhe të që placebo që duhet me pas çdo person para se me qenë fëmija i dikujt, burri dikujt, shoku i dikujt, identiteti dhe koha që ti ja kushton vetës. Është një minimum. Edhe unë nuk duna mundi keq pse po du me nejt vetë. Ose unë nuk duna mundi keq pse nuk jam në disponim me fol me ty. Sot, ndoshta folim nesër. Nuk
ku bën kjo mu njerit keq nëse nuk më rinë kohë me arë me të vizitu ty për shkak impenjimeve të mia. Edhe ti je shumë i shoqërueshëm si njeri, se unë të njoh domethënë. Jam. E keq që i flet e bën, unë jam çik më ndryshe, më timid, kurse ti je ekstrovert natyrën tonë, kështu që do të ishte dyfishme e vështirë për ty. Shumë e vështirë, sepse unë jam shumë i shoqërueshëm edhe mandej edhe pozicioni i punës ka qenë pak a shumë një psikolog për njerëzit. Po, patjetër. Ti je dash me u taku me njerëz 4, 5, 6 herë deri në produktin final. Kishim pas vesh që to mure objekti shurdu ma te, sepse do të qka ndëgjoj one edhe në për qka kalon fjala në këtë zyre është gjithë qka, sepse jo njerëz me influencë në të gjitha sferat dhe mandej unë jam person edhe confident edhe energjia jam si person është shumë e hapun ndaj pothuajse të gjithë llojeve të njerëzve, por nëse unë nuk e kisha ndalu në një moment jetës, shëndeti e mendor nuk do të ishte shumë i mirë. Është një shprehje që qarkullon dhe ndoshta jo shprehje, është diçka që njihet në psikologji quhet imposter syndrome. Nuk kam kohë që dëgjoja këtë imposter syndrome dhe fillim me keq kuptova se kur ishte sindroma mashtruesit, por në fakt ishte një gjë që nuk e dija gjë vetë, të rritur nga prindër kërkues, të njerëzve të suksesshëm, të cilët thonë ndonjëherë që nuk i meritoj këtë që kam. Dhe ja thonë shpesh vetes. Dhe mua kjo më ndodh, unë e kam. Ka raste kur thonë njerëzit sa ke arritur, çka ka pas ka arritur asgjë, se s'kam bërë këtë, s'kam bërë të kam këtë. Unë nuk e di nëse të ndodh kjo? Fix, do të e pa i pas këtë. Ti gëzohesh, e çman, e den që ndoshta ke punu shumë për me ndodh, po në thelsin tënde mendon që ende ka shumë për të bërë. Unë jetoj me këtë problem, do të çona me nëse se thëmë, unë jam një gjeni, ma një të nesërën thëmë, unë nuk jam një kur gjo, po mendoj që ma ndej që kjo kontrasti nështë e rritë ambicjen. është si bekim dhe mallkim. Po, mendoj që kontrasti e rritë ambicjen, dhe mendoj që nështë që kjo unë ka pru këto edhe më ka majtë të disiplinuar. Ti edhe artist, je krijues, dhe ke një binom që shumë i rrallë tek njerëzit që kanë biznese, sepse ke studiuar financë, ndërkohë edhe krijues. Pra, duhet të jenë fantazitë tua, nuk mund të jesh një menaxher i mirë edhe aty që e di e ke parë fustanin, e ka dalë, e di se çfarë shkon. Pra, do të dyja, ky është binom shumë i vështirë. Si funksionon këto të dyja? Unë financat i kom zgjedh pak a shumë edhe me dëshirën shumë të madhe të babit, për me studiu edhe mod edhe ekonomi. Por, unë nuk me thonë që nuk jam tip i numrave. Mu më pëlqen numrat, sepse mu më pëlqen gjithë shka që është eksakte. Pavarësisht që jam artist. Unë i di që arti është gjuhë e shpirtit dhe nuk do më përkthim, dhe unë i di që 2 dekada flas me botën përmes artit tem, edhe kom kalu kufi pa vizë, pa pasaport, edhe di ku mbrin arti, jam shumë koshient, po besoj në numër. Dhe të të vdes duke besu në numër. E kom bo gjithmonë edhe ceon, edhe drejtorin artistik, njëherë nuk e kom ditë që më duhet. Nuk e kom pas atë luks për me menu që më duhet. E ma ndej kove të fundit në kërkim për diçka që fit, për diçka që më bën taman. Se është shumë problem në një moment kur ti ke udhëheq kompani dhe ke ngrit në një stat të caktuar me pranu dhe mendime të cilat nuk përkojnë me realitetin edhe arritjen. Është e vështirë kjo të delegosh. Është shumë e vështirë. Është nightmare. Në krejt këta 100 vetë që jemi këto edhe që sidhemi për çdo ditë, kjo idea e të pasurit kontroll dhe frika se mos po gabojnë, që nga shitja e deri në produkt, që është do me thonë mikromenaxhimi, unë mendoj që është njëra prej gabimeve ma të mëdhaja të mijat, edhe nga dalësimit të procesit të ekspansionit të brendit. Këtu do të me qenë vizioni edhe mandej edhe që kjo mikromenaxhimi në baza ditore me përku me njëna tjetërën, sepse dhe gjua që te flet me kreacione, për shembull në këtë rast unë e komendu dhe idenë me qenë CEO. Dhe mos me qenë
drejtor kreativ, ku mendu shumë gjatë të vitin e kalum. Po mandej është shumë problematike sepse ti si artist armën tonë dhe matë fort e ki vepran. Si CEO, unë ja bashkoj vizionin për kom veprën e duhur. Në fush betej, unë kom armën matë sofistikume, vepran. Dhe mandej kom thonë, nësë unë jëm një CEO, pa qenë në krye të drejtorit artistik, mund t'jem vetëm një luftari mirë, po pa armë të duhur. Për e përshtypje, kishe marrë njëri që kishte goxha, të më thënë, tu në drejtim, ka pushtet në drejtim që ishte nga Turqia. Ndërkohë më priti një vajzë, shumë e shkafët, që më fliste anglisht dhe pa pritur foli një fjalë shqip dhe i thash... Nga New Yorku. Po, janë nga Tropoja, tha, dhe më përqeu, tha, Valdrini gati më rëmbeu. Më folëm, tha, më mori, më mbylli, tha, ti s'ke për ti kur më, dhe tha, e tha shumë bukur. Dhe pash që kishe shtuar ndikim, dhe thënë, ajo është një vajzë rritur në Amerikë. Dhe tha, unë nuk e di, tha, si punoj. Te tha, unë jam rritur, kam punuar atje. Ndërkohë një nga Turqia. Çfarë po ndodh? Dhe që nuk ka njerëz tu, apo ka filluar edhe të mos, do shta mos kesh pikat përbashkë, mos besosh, do shta është një stili shqiptar që se kemi dhe ankesa në Shqipërinë edhe për njerëzit. Nuk puna me thonë nuk ka njerëz, sepse në fund të ditës me këta njerëz, unë jam këtu ku jam. Unë mendoj që në momentin që personi nuk përkën paralel me profesionin, që aty ndodh një luhatje madhe. Dhe në një moment të caktuar si kë, që unë jam sot pas gjithë kësa eksperiencë dhe suksesi, nuk ka momental. Njerëz të cilët mund me ndjek vizionin tem pa eksperiencë ndërkombëtare. Nuk është e pamundur, sepse gjithçka që është dashur me bë këto, na kemi bë, përveç që nuk kemi bë shumë lek. Ideja është që a është në vizionin tem. Po ti dukesh duke bërë shumë lek. Nuk e di çfarë lekësh quan ti, po më thënë, po marr një njeri normal, një shqiptar normal, shqiptar shëndsi nga Shqipëria Kosova, hap, thotë Valdrini Atelia, më shef mua, thotë, çka ka bërë këtu. She shpinë tënde që ta shohim një çik shpinë tënde, se unë do vi vetë, do vija në këtë rast. She shpinë, udhëtime, she Beyoncé, thotë, dhe nuk di shumë gjëra, kështu që padyshim thotë super milioner. Unë kom ri me kriju një jetë të bukur, por e cila nuk është e bome me shumë lek. Është e bome me lek të orientume në vendin e duhur. Sepse unë i kom donë rëndësi praktikës edhe jetës, do të pushimeve, vendit ku jetoj për çdo ditë, po nuk është që kom prona, patundshmëri, makina, private jet, yacht, asnjërin. Do të përse da pëtëm është relative. Nështë ta për me rrit brendin për brenda vendit tonë, kjo përkthehet në lek. Po unë jam interesu me rrit brendin globalisht, me eksperiencat të njerëzve që kanë qenë pjesë e pikave kryesore të rritjes së brendeve të ndryshme, me qenë prezent veshjet tona në për galeri të ndryshme ku duhet me qenë, ku kanë meritu me qenë nështë vite më parë, po në mungesë të profesionalizmit, prodhimit të duhur. A ka ardhur njëri na për shembull se kur del jashtë, se sa je këtu brenda në Kosovë, sa nuk e dal akoma, ke eksploruar gjithmonë bota, për vende të vogla si ne dhe vende të izoluara, emra të famshëm që jeni rritur që një gjithë bota si Giorgio Armani për shembull që e mora dies pas për momentin apo të tjerë, janë dukur të mëdhenj, njerëz që punojnë me ato të mëdhenj, dhe pastaj një ditë edhe i takon. Çka ka qenë, ke pasur dhe i moment, si ka qenë ballafaqimi ynë me të botës, pra, janë ashtu si që janë, apo ke thënë, ore, pse... Janë ashtu si që janë, unë gjithmonë kom mendu edhe kom diskutu në tavolina, që na nuk kena kur gjo ma pak. Edhe gjithmonë jom duk që sharak, edhe i pa besushëm edhe ndrimtar në mendimin të. Delirant. Dhe në momentin që I did it, mande mendimi jam ka marrë vlerë, kanë thonë mire ki. Unë gjithmonë kër kom najt me njerëzit, kom thonë, se qa ka fustanja ma pak se XY, po qka ka, se unë i di që s'ka. Okej, shtoj pjesën e historisë, shtoj pjesën e identitetit, shtoj pjesën e LVMH, shtoj pjesën e Keringot, shtoj edhe Madonën, shtoj edhe Beyoncén, shtoj edhe Parisën,
nuk po flasim për produkt, po flasim për një projekt. Si Diori tani, që ishte Pikërisht. film. Këto janë formula të cilat na nuk mujmë ndryshu, edhe pse me zhvillimin e teknologjisë digjitale kemi ndryshu jashtëzakonisht shumë, sepse nuk ka qenë depërtimi kaq i lehtë para 20 vite. Në këtë moment mendoj që më duhet një ekip strategjike ndërkombëtare me investitor ndërkombëtar për të qenë aty ku qëndron brendi. Ke menduar ndonjëherë të ishe drejtor artistik? Është një arritje e madhe për njerëzit e dizajnerit, kur bëhen drejtor artistik të shtëpive më të mëdha. Edhe gjithmonë është kështu zhurmë e madhe ku kalon njëri nga Gucci. Vazhdoj me mendu. Kë shtëpi do doje ti njëherë? Nuk është në menimin tem, nuk është për shembull një villë në Marbella, në Ibiza, nuk është, S'ti pas gjë, fare. Zero, sepse nuk e di a më kish bo mu një ma ndryshe dhe ma një. Gjë të këtë njërti. Zero. Do ri atje dhe 2 ditë edhe. Zemra, është një katastrofë këto. Për mu është ende, do të thotë, ideja për me qenë drejtor artistik në një shtëpi të modës, është ende një ndër my takes që nuk besoj që do të vdes pa e bo. Po ka do ti për shumë, kë shtëpi mode që të afrojnë më shumë? Kësha mujtë me bo një Galliano të dytë shumë mirë. Dëgjoj, se një shumë njerëz nuk e din modën e shumë, po do ta them në respekt atyre që din, sepse do të respektojmë edhe njerëz që din më shumë se sa masa. Po është guximi i madh, thua ashtu. Po them, është guximi më i madh, domethënë është tamam sa jo vetëm ambici, po edhe pasion, edhe pavarësisht që diskutuam imposter syndrome pak më parë, ke edhe shumë besim tek vetja, sepse Galliano është the king, domethënë, në gjithë atë rebelizmin e çmendurinë e tij, në fond terrible e modës, ai është. Mendoj që kisha mujt me bo një Galliano të dytë në DR, me krejt ekspresivitetin dhe mënyrën qësh e sjeli formën e femnës. Unë nuk isha konkur për shembull i mirë në Chanel, se unë nuk jam djalë i linjave të drejta, i modestisë në krijem. Po, se ke ato, do shape, do forma, do. Unë du forma, Të duken gjyshe ty më duken ato, të duken pak. Unë du bel, jogs, vite, wow, dram, butafori. Mendoj që do të isha i mirë, e në një Valentino do të isha i mirë, në një Valentino haute couture. Po s'to sfidon shumë Valentino, sa Galliano ndoshta? Absolutely not. No, nuk më sfidon kërkush sa Galliano. Edhe sa Diori. Do të thotë, nëse në herë kisha pas mundësin për me zgjedh, ose nëse është një ëndër, që kjo është ëndra. Do të thotë, përveç të krijuarit brandin tem, kjo synimi me cilin kom fillu. Do të thotë, synimi ka qenë që me studiu, me fillu, me bo pak eksperiencë, edhe mandej me apliku për punë, edhe me fillu këtë karierën si asistent, si ndihmës asistent, pastaj Windows dresser, nga Windows dresser në asistent ekzekutiv, nga asistent ekzekutiv. Kjo ka qenë synimi, po pastaj gjatë rrugës ndërtu brendi, dhe unë jam një mirë gjithmonë Kosovë dhe në Shqipëni edhe ti e din. O vajdi më falë në pres, ti s'ke bërë 40 vjeç akoma? No, 38. It's sorry for saying that, it's fucking scary. Jo, s'ke bërë 40. Jo. Në 99% e rasteve njerëzit arrin suksesin e fillojnë në 45. A thash? Por unë jam te pjesa tjetër. Ti 39 vjeç, ke 20 vjeç që je në këtë biznes. 24 vjet. Ke arrit sukses shumë të madh, po them ti beso që duash, po them ato shifrat, sukses shumë të madh. Ke 20 vjet në një lidhje? But that's a lot. Realisht po, 15 në një lidhje. Pyetja ime para se të kaloj, se do të kaloja kohë tek pjesa Gallianës, dua të kthehem aty, po unë kthehem si në letërsi. Në këto ëndra që ke, gjatë gjithë kohës, po e them anglisht me titra, sepse është shumë e bukur anglisht. Did you miss out of life? Do të thënë ti arritë burnoutin e parë 27 vjeç, 27 vjeç. Ti do të kesh një burnout, minimumi të dalësh nga shtëpia, akoma nuk e di se kush je. Ti ke burnoutin
nga ajo që doje të kishe. Dhe tashi, domethënë, je prap herët për The House of Dior. Po. Domethënë, por gjatë gjithë këtyre 20 viteve, para se të kalojmë themi te House of Dior, mendoj që ke humbur apo është okay pjesa ke jetuar? Adoleshencë jo. Totalisht zero. Nuk e di ajo mi penduar, nuk e di për pjesën e adoleshencës, sepse edhe nëse isha kthy, nuk e di a do të kisha jetu ndryshe. Dhe pastaj ajo adoleshenca e mos jetuar, normalisht që të vjen ko pas kohë, si adoleshencë e vonuar, ose si diçka e cila në ndërdije do të dënë ta jetash. Shpresoj që mos jetë middle age crisis. Një makinë të mirë s'ka. Po edhe nëse është, I'm fine with that. Kupton, në krejt ato epizodat të serialit, ka disa shkëputje, disa pjesë të pajetuara. Është normale që ka. Ka shumë pushime pa bo, ka shumë parti pa ndjek, ka shumë... Pyetja ime ishte, ka vetëmi në këto 20 vjet kur 99% të rrethit tënd, edhe pse ti vjen nga një familje suksesshme, se dhe vëllezërit tu janë suksesshëm, a ka ndonjë vetëmi që ku si në paralele me... Nuk ka sukses me njerëz. Nuk ekziston. Nuk ka maja pa vetëmi. So vetëmia është pjesë e pandashme e jetës. Unë jom shumë komod me vetëmin, për të qenë shumë i sinqert. Pastrimi i tavolinas edhe ngushtimi i rrethit, për mu është më i shëndetshëm në kontekstin e krijimit edhe të fokusit. Po nuk ka qenë vetëmia humbje, mendoj që kanë qenë shkëputje të pajetume, kupton? Domethënë në raport me moshatarët e tu. Nuk unë kanë mungu se nuk është që i kombo për me dita po mungojnë, po e di që janë totalisht të pajetume në këtë pjesën e parë të jetës, se ta shpillon pjesa e dytë e jetës. Kush është tavolina jote e preferuar? Ke përmendur shumë fjalën tavolinë, bëri përshtypje gjatë gjithë bisedës. Tavolinat e gabuara, tavolinat e duhura, zbrazje tavolinës. Gabumet kanë qenë, vazhdojnë të jenë, kanë qenë fantastike, unë mendoj, sepse duhet me kuptu totalisht kush ti nuk don me kon. Që është very important. Të duhurat me vite ndryshojnë, sepse ti në një moment mendon që tavolinë e duhur janë njerëz të suksesshëm ose njerëz që kanë. Dhe mandej me vite e kupton që tavolinë e duhur është energjia e duhur dhe kur gjë tjetër. Dhe njerëz që ti don. Dhe ata janë pak, nëse nalesh me mendu do të thotë në përditshmërinë tonë sa njerëz në jetë të cilën energjinë e duhur edhe dashninë e duhur, janë pak, edhe fillon filtrimin e njerëzve. Këtu një pjesë shkon, një pjesë ik, një pjesë shkoputet, për një pjesë ideali keq, për një pjesë bosh mendje madh, për një pjesë bosh vish businessman, për një pjesë bosh workaholic, për një pjesë bosh i pa shpirt, pa emocione. Po për mu është më rëndësishme se me mri mu bo njeri i keq. Do të thotë, me mri në një pikë të jetës ku ti nuk kini njeri që mundet me thonë, a më ka bo mu keq. Për mu. Për mu është arritje njerëzore, humane, që unë e di që unë jëmë në atë pikë që unë kam njerëz që ndoshta nuk e kom bo sin mesazhin, pse unë nuk du. Kam njerëz ndoshta që e kom bo dhe sin, po nuk e kom kthy kur. Ose që e kom kthy dhe kom thonë, sorry, po you are not part of my life. Po keq nuk kam bo, dhe kjo më ka bo mu mirë muni me vetën. Unë nuk mendoj që sidomos mas moshës 35, njerëz në tavolinat të dura duhet validim. Unë mendoj që përzgjedhja e njerëzve në atë formë është që pjesa e validitetit edhe e të qenurit që ka mbaru. Edhe njerëz të njohin shumë mirë, si në kontekstin profesional, gjithashtu edhe në kontekstin e ambicjeve, por edhe në anën kur deliran. Sepse nuk është mirë me pas afër njerëz të cilët të arrejnë shpinën pa pas nevojë, me të arrejnë shpinën ose në duar trokitje të gabuara. A ke parë njerëz në momentin që ti fillove ndërkombëtarisht? Kur ka qenë thyrja jote e parë ndërkombëtare me kë? E para po pa djenin time, ka qenë Cardi B. Po, me atë reklamën. Ka qenë, me reklamën. Fusan e zi. Po, fusan i zi me jakën e bardhë.
dhe të ka qenë e para pa djenin time. Pastaj, thyrja ma e madhe ka qenë Beyoncé. Ke parë ndryshim të njerëz që ndryshuan aty tek pjesa kur filluan të veshin? Se më që ishte në lajme kudo, ishte lajm i madh. Madje edhe unë kur e pash isha kështu, e pash 2 herë. Jo, se më duk fantastike. Shkati që ato janë ikona kështu, e ka krijuar veten ajo të jetë mbi s'po themi fjalën afër Zotit, po unë prapë të thëmë, nuk mendoj që kanë ndryshu, po dyqysh edhe disa që kanë pas dyshime, e kanë rikonfirmu të qenurit numër në këtë industri për mu në, pothuajse në Ballkan. Nuk është kur gjë e keqe për mu, ka qenë rivalidem e një punë e time 15 vjeçare, dhe nuk është që kom pas naj dyshim nga pritshmëritë dhe sjellja, por unë personalisht jam person i cili më kanë dashur dhe më kanë suportu. Do të thotë nuk është që mu shqiptarët më kanë suportu pasi që kom po Beyoncé edhe Jennifer Lopez. Absolutisht jo. Unë gjithmonë kom qenë një figurë shumë e akseptume edhe e dashton për shqiptarët në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Normalisht që shumë e sharë, ose shumë e paragjykuar, po dyqysh ajo kom pjesa ma e bukur e këtë udhëtimit tem. Sepse nëse i shakon, po, I'm not a random guy, edhe unë nuk besoj që i shakon Valdrini nëse i shakon i pa paragjykum, që kësha kalu pa u vrejt, që i shakon njejt, që i shakon i thjesht, që nuk i shakon ekstravagant. Nuk i shakon Valdrini, kështu që për mu kur nuk u kon problem kur njerëz kanë diskutu për mu. Unë e kom pas supportin e shqiptarëve, kështu që dallimi të qenurit global për mu nuk ka qenë ndonjë problem i madh ose ndryshim i qasjes së medias dhe të popullit. Ka pas tendenca në periudha të ndryshme të jetës për të njollos figurën time, po nuk mendoj që pas 20 viteve funksionojnë, sidomos kur puna jote është për çdo ditë punë publike. Her pas herë në pjesën më të madhe të kohës ti je Valdrin Saidi Brendi në punën tënde. Her pas herë ke qenë edhe ngacmosh mbrapsht. Ke qenë edhe të përfshihesh, domethënë edhe të pëlqej edhe kjo pjesa, pastaj zhdukesh se të marrin punën përpara. Më më një herë kemi qenë bashkë neve që kemi kritikuar Rita Orën tek kemi qenë Digitalbi. Pati një debat i fundit tash që ishte me një këngëtare, se s'dua të shkoj në detaje të gjitha që çfarë kishe shkruar. Pra ke atë, si mund ta them se më kujtua nga Galiano Lën Pont Terrible. Po ke atë momentin terrible të tëndi që nuk e vret fare dhe problemi është që nuk kam kohë me ndjek mas, që kjo është problemi kryesor, sepse unë mendoj që kam një mendim të formum, edhe kam edhe momente terrible, sepse unë jam shumë i drejt për drejt në mendim, dhe ideja që suksesi jam nuk i atribohet kërkujt dhe nuk varet nga personat të caktuar, më bën edhe më të lëshëm në dhënie të opinionit, sepse nuk është personal zero. Më bë përshtypje sepse kur je në biznes thua, shiko se unë nuk dua ta them të adresoj këtë sepse ndoshta e humb një njerëz si klient, nuk më vjen asnjëherë. Kurse ti nuk e ke, ti e ke ndan këtë pjesën edhe po, sepse nuk e kam personale, nëse kam dhënë mendime publike për emrat të caktuar, janë kryesisht në raport profesional, ose një mendim që unë mendoj që është gabim, po nuk lidhet kur gjë personale, do të thotë dhe për çata edhe jam i lirë. Dhe mandej, qatë shumë dinamizmi im është i ndërlidhur me publikun, edhe me njerëz për çdo ditë, sa që është e pamundur mandej unë me vazhdu mu marë me komentet e njerëzve në rrjetet sociale ose të ftyrave publike. Do thotë, kam ka njerë mendime, unë kam gjithë mendime, po s'më i shpreh, po realisht kam mendime, dhe mendoj që kur ki kohë është mirë me i trajtu, sepse që njerëz të suksesshëm në sfera të ndryshme dhe mbyllja atyre nga debatet televizive për x arsye, jep mundësi të tjerëve të dalin dhe të edukojnë masën në mënyrë të gabuar. Dhe kjo është ndoshta faji jonë. Po mos ishe në këtë industri, do ishe super podcast.
të ndim. Po të mos merresh me... Do të isha një life coach. Dhe life coach, po prapë, do them kështu në ekran, se je shumë i artikuluar dhe shumë interesant, do me thënë nuk është se fole, po fole dhe je si ma showbizi, pra shkakton zhurma, krijon gjëra. Megjithatë prapë Rita Ora u vesh nga ty, edhe mbas asaj kritike. Po, edhe plus në atë kohë thëshin kush është ky me kritiku ata, sepse çto janë disa probleme, kupton që janë probleme të vogla, po që mandej në një shoqëri si kur ne, që me na bu bashk, me nxit që më lidhemi 5 milion, janë të mëdhaja, sepse na nuk besojmë në diçka pa u validu ndërkombëtare. Që unë mendoj që është një gabim i joni si shoqëri. Sepse neve na ka dëshmu koha edhe historia që na kena njerëz të ngritun, të mençëm, të talentum në sfera të ndryshme. Tash nuk muj me pas shumë, se edhe nuk jena shumë. Se është relative, nuk muj me kon Amerikë, se janë 300 milion. Na krejt bashk jena 5 milion. Por për qatë sa jena, nuk është që jena pak. Tani të themën për qatë të flasin në të ardhmen? Ata që flasin? Do flasin për to që kanë veshur unë. Do flasin për to sepse unë erdha këtu dhe u futa tek zyra jote, po të purisja, po ecja një çik rrotull, dhe pash, do ta tregoj me ilustrim në video, është një dysheme me sandale, me këpucë fantastike, të gjitha Valdeni Sahiti, dhe unë që kam shumë misi për ty dhe me ty dhe nuk e dija që çfarë po bëje në underground, gjithë të kohë. Unë jam që një vetë tu marrë me qëtë projekt, duke lancu linjën e këpucave, e cila do tjetë në disa linja, bridal, party shoes edhe black shoes, dhe krejt që i ke pa ti, për shembull këtu që i ke vesh ti, janë të testume, të aprovume, dhe tash janë duke u prodhu, derisa të kompletohet komplet linja për lancim. Unë i testova sot, nuk e di ku sa vete i kanë testuar kështu, i testova unë, të janë 12 cm, edhe ishë njerëz zakonisht të rehatshme. Sepse, dhe jemi sinqert dhe them të, se ti e di që unë qa kam e them, kur i pash aty, shkova me skepticizëm, se jam shumë skeptike ndaj këpucëve. Për shumë ka Lubutin që unë nuk i vesh dot. Shumë Gianvito Rossi më pëlqen, janë disa, ose Manolo Blani, ka ca prerje, dhe poecia, po xhiroja në për atelje, që të gjithë kohës, dhe nuk kam djerë, kanë qenë shumë të buta, dhe është fantastike, prandaj edhe kur të pyeta më para sa kohë ke që merresh me këto këpucë, sepse ishin shumë të ratshme. Kam një vet, edhe gjithçka, sidomos në krejt linjat e mia të para është 12 cm. Size matters anyway. Size, po shikoj edhe forma, edhe the curve. Yes. Edhe domethënë në mesin e 8, 10, 15 edhe 12, për mu 12 është the woman që unë kom qef me pa. Gruaja që përkon me fustanat, me glamurin, me emrin tem. Unë ende nuk mendoj që emri jem lidhet ngosht me zyrën, me komoditetin, me modestin, me lëkurën, kuptan? Që ta ishe mendoj ti mund t'ishe shumë i mirë dhe me, si që bëjnë gjithë kompanit e mdhaja, më vonë, pas 10 vjetësh, të ta them unë, me house decor. Po, gjithmonë tjetë në iden drama. Drama, po. Po, dhe andaj unë nuk kam do me thonë ma pak se 12, as ma shumë. 12 është the heel që do tjetë në krejt këpucët e mia, sepse këpucët do tjenë të dedikuara për party, për darka, dreka, dasma, dhe nuk janë këpucë me të cilat presupozohet me ecë shumë, ose me punu gjatë ditës. Jo, po prap, edhe aq edhe mund të ecësh. Patjetër që po, sepse kom punu shumë që me qenë shumë komforte, me kaq mundësi sa të ofrojnë një takë 12 cm. Shiko, në pyetjen e fundit, se thash do doja pastaj të shihnim çik shtëpinë se jemi kurioz. Pyetja ime e fundit, duke parë të këpucë që është një shtëpinë me shtëpia me ato dyja është krejt gjithmonë alla kompo okej. Pa ato të dyja janë drita e shtëpisë. Tani ato janë më famshme se ty, gocat e tua, po do flasim më vonë. Po shija këtë harkun që i krijon këmbës, edhe shumë seksi, dhe pastaj unë personalisht kam eksperiencë shumë të mirë me fustanet e tua. Ndonjëherë para ashun kur ulesh atë Dancing with the Stars, por që të bën të ndihesh shumë glam, shumë bukur. Edhe unë jam hyrë tek ata njerëz që kam qef unë të gjëra, kam qef tim sportive, por prap kur futesh në petkun e atyre,
shenjë designer që e do shumë femrën, e kupton shumë mirë femrën. Yes. Edhe ti e do shumë femrën. Shumë. Unë e du edhe e kuptoj shumë, për kur ndoshta pjesa ma e bukur e shoqërimit teme dhe punës teme femrën është që unë kur nuk e kom mbi vlerësu deri në viktimizim. Edhe kjo, unë mendoj që është çelësi i suksesit të raportit tem me gruan në biznes edhe në jetën personale me rrethin shoqëror. Unë nuk e du kur njetë qaq shumë një femën, sa me që në viktimizim, që shë bën një pjesë e madhe e shoqërisë. Si për shembull? Si pike parë, unë besaj në femën, dhe unë jom rrit të një gruje të fort. Unë jom rrethu me gra të forta, dhe unë nuk besoj që shoqënia jon e ka shkel femën. Nuk besoj. Ose s'pakut qatë lloj femën me të cilën unë kom punu që 25 vjetë. Shkelje, në mënyrën që neve na konvenon, muj me quj gjithë qka. Shoqënia muj me thonë që më ka shkelje dhe mu, se më ka thonë ti e ndryshe, pse po del, pse po vesh pink, pse po vesh koq, pse po vesh xixa, pse s'po rrin kështu, pse s'po vnon kravat. Nëse quhet kjo shkelje, ose nëse quhet kjo bullizëm i tipit që mu me mbo viktim, është okej. Shiko, jo, për të kuptuar pak rolin e femës që neve, them si grua, jemi në tjerë që ju keni qenë më të lirë në qasin tuaj, në zgjedhjet tuaj në jetë. Më të lirë, po, Dalina, më të lirë, po e më shumë punëtor, edhe më shumë të fokusuar në punë. Mashkulli shqiptar për një me punon shumë. Mashkulli shqiptar, mu ka njerë vjen keq që kur kush nuk flet, sa shumë punon mashkulli shqiptar. Mashkulli shqiptar është sponzori shtëpisë, është sponzori shkollës, është sponzori... Mendoj që vazhdon ti? Po, vazhdon ti. Vala ende vazhdon. Se edhe gratë po punojnë shumë. Andaj po të them, unë kur nuk kam qenë në viktimizimin, do të qenurit feminist deri në pikën ku e bën gruan viktim, unë e urrej. Unë jom kundër dhunës, unë jom kundër mos shkollimit dhe mos edukimit, po nuk jom pro kauzave të cilat e bojnë një gru pasive veç për faktin pse është gru. Kjo nuk qëndron, kjo mbase mund të jetë në vendet e treta, ose në gjitha fshatra, se unë tash edhe nuk jam i prirur për mi ditë statistikat, po me qatë sa kanë kalu qëto edhe kom pa që 23 vjetë, e du shumë, e vlerësoj shumë, edhe besoj në fuqin e mendjes së grus. Po e trajton dhe si individ, më shumë se Ma shumë besoj në fuqin e mendjes se në fuqin e trupit, sepse I know what is pussy power, por nuk besoj që ajo lloj fuqie, ose nuk kam unë shembull dhe ekzemplar rreth vetës që kam ri në piedestale. Shiko, kjo është pyetja dhe kjo është interesante, se sapo the fjalën pussy power. Pra që unë do ta përshtas pak për Shqipërinë që është dhe fuqia e seksit tënd, seksit femër, që mund ta përdorësh dhe seksin femër. Tani ti e rrethuar ke 20 vjet që i ke parë që në fillimet e tyre shumë gra të bukura dhe të famshme. Shqiptare dhe i ke mbasi 20 vjetësh që i ke këtu. Të gjitha janë të bukura. Të gjitha që ke rrethuar, ti kur vim të çdo emër muzike, çdo emër arti, është të gjitha njëra më e bukur se tjetra. Muza pafund ke në historinë tënde. Padyshim dhe suksesi definohet ndryshe për secilën, se ne mund ta quajmë dështim që njëra s'është më këngëtare, pa ajo është familjare dhe shumë e lumtur ashtu. Kështu që duhet të jem që ke kujdesshëm te kjo pyetje. Çfarë është më e fuqishme se, domethënë kur mbaron the sex power, the beauty power. Çfarë me sondi që i ka mbajtur disa tashmë moshatare tuat ose më të mëdha që janë akoma. Dalina, unë nuk besoj, unë e di. Nuk të mban trupin në sken, nuk të mban organet në sukses, nuk të mban organet të qenurit numër 1. Jo në Kosovë dhe në Shqipëri, kërkon botë. Ajo mundet në një moment të jetës me qenë vlerë e shtuar e karierës. Kuptohet. Një veshje skenike, një gjak seksi, beli, vithe, gjatësia. Një lidhje misterioze. Një lidhje patjetër që po, mund të jetë mund të jetë dhe është pjesë e pashkëputur e suksesit. Prej Madonës, te Dua Lipa gjithkund.
lidhjet janë pjesë e pandashme e jetës, të qenurit seksi, të qenurit femën e bukur, të hap disa dyrë, po janë dyrë terciare. Unë hala nuk një, na i femën seksi që ka sukses pa talent, edhe pa tru. Qësu në Kosovë, në Shqipni, nuk një. Po mendoj, sukses në karierë, për mu nuk është sukses me vozit një Rolls Royce. Nuk është sukses. Ose është sukses kër e bëm vetë. Do të po flasim për suksese. Suksese me qenë gruja ma e votume, suksese me qenë gruja që mush stadione, suksese me qenë gra që shesin mira albume, suksese kur mendimi dikujt bëhet tem kombëtar, për mu që kjo është sukses? Sukses kur menaxhon banka, sukses kur menaxhon institucionet mëdhaja, sukses kur udhëheq politikat jashtme. These are my friends. Dhe këtu unë e kom pa që nuk është gjithçka të fuqia e trupit, qysh edhe është shumë lehtë me atribu. Hajtë se është femën, no. Ose se kjo ka arrit deri këtu se... Pikresht. Do më thonë, për që ata po thëmë, do më thonë, unë e kom dash, vazhdoj me dash, normalisht që Bella and Paris e kanë betonu dhe kanë forcu edhe ma shumë dashurin, respektin, ndaj gruz, ndaj femënës, por pa e viktimizu, ose pa e adhonë të kajën tjetër, që kjo shoqëri ka prirje me adhonë. Ka prirje, dhe nuk më pëlqen as pak. Dhe kjo prirje fillon prej suaza më të larta, me kauzat pa lidhje, të cilat janë, që për mu ma kauz është më dhonë bursa, nëse te do një femën suksesshme, për mu ma kauz është vedisimi, se sa mbrojtja. Mbrojtja nga kush, nga qka? Mbrojtja nga kush? Sepse unë mendoj që kauza ma e madhe është mbrojtja nga baba. Sepse baba është burri pari familjes. Në qka unë kom arrit në këto 25 vite. Jo burri. Burri është zgjedhja një gruaje, që mundet me qenë atrakcion seksual i momentit, mundet me qenë atraktiv për interesat të caktume të momentit, që është gjithë çka në rregull. Për mu fillon të baba. Dhe për mu vedisimi i kauzës ndaj gjinive fillon në familje. Jo të burri, jo të ligji martesës, ligje të zgudzon me re grun, të baba. Të baba, se nuk ka ligj mbi martesën, pa pas ligj mbi ndarjen e pasurisë në mënyrë të barabartë. Nuk ka, edhe nuk ish dash me pas. Nuk mundet kërkosh me re një gru të fortë, të fuqishme, të pushtetshme, me potencial. Mundet me re një herë, por nuk mundet me dhunu ndër vite. Është e pa mundon. Vetëm nëse gruaja është mazoiste, është e pa mundon. Se unë jam rrethu me gra, dhe unë nuk po flas me 2 libra që i ka shkruar dikush. Po flas me fakte. Një përleshje mundet me ndodhe mes 2 burrave. Edhe gjithçysh njëri fiton. Për një boks më shumë. Okej, e quj dhunë. Po dhuna e vazhdueshme në kontinuitet me vite është si pasojë. Mos dijes, mos statusit të mirë financiar, mos prezencës së njëjtë në shoqëri, do të thotë këto neve na bojnë, për mu çto fillon dallimi. Andaj mendoj që dashuria më e madhe ndaj gruz është suporti që ti jep në arsimim, në të dukurit bukur, në konfidencë, në vetbesim, po jo në viktimizëm, jo në delirim. Se ti e gruz bën me bo, se ti e gruz s'munësh me bo, edhe s'duhesh me bo. Unë e shoh sot pa fund komente të Bella pse fola jo. Edhe shoh komente të grave, se burrat nuk komentojnë, do të thotë është basic. Unë hala nuk kom pa një burr që më ka komentu mu me thonë për shembull, pse po fol kjo qika jote, pse pe lenti me fol kaq shumë. Gratë komentojnë. Pse të lenti me fol, kjo është qik, kjo është e vogël për me pas mendim. Sepse është baba e atyre grave, mënyra se si janë rritur edhe janë. Andaj po tham, dhe këto fillon për mu investimi dhe besimi.
Tash i babajnë e gocave dhe e shojmë që i ka gocat? Se si thash i ka gocat edhe janë bërë më të famshme dhe ti e shion shumë të pjesën. Shumë. Sikur të shlodha ajo pjesa e... Jo që jam shlodhën, unë përmenoj që ato janë i vetëmja pjesë kërë Valdrin Sahiti duke ikur për Valdrin Sahitit. Sepse i nveshur nga që kjo Valdrin Sahiti këto, kjo të lot jep shumë depresione të ndryshme. Dhe kur shkon aty me ato, përveç që kupton shumë gjana të cilat nuk e mrimi kuptu njetë me gra tjera, edhe me eksperiencat e jetës të cilat i ke pas, një ndër to më e rëndësishme është dashuria e pa kompromis që te e merë dhe mos epitete në një hapësirë ku ti nuk je mësu me qëndru pa epitete, e deri te një komunikim shumë frymëzues, e cili për mu është ta momentalisht është edhe pjesë kyçe e kreativitetit. Ke qefti kur të sfidojnë ato, kur s'do t'ja di fare Bela, sidomos që thot, unë jam më e famshme se ty, kush je ti? Mu m'pëlqen gjithçka që ato bojnë, m'pëlqen mënyra që shumë basi, nuk e transmetoj dhe disiplinën që e kanë, sepse unë një bab shumë i vështirë, me një disiplinë shumë të madhe, ku gjithmonë 8 flenë, ora 6 qohen, ushqimet, vaktet, i ndjek, jo pse si ndjek e dita, po unë du me qenë pjesë e kësaj rutine, dhe mendoj që kjo koka me ikë, kjo ko magjike ikë shumë shpejt, dhe për mu kësh me qenë shumë e pa drejt nëse qëto ishin kohën punë të grus. Për mu kësh me qenë shumë e pa drejt, mësë me participu në rritjen, zhvillimin, shkollimin e fëmijëve tu, mësë me ditë kur janë detyra, që janë detyrat, buka, healthy food, pushimet. Do ikim të takojmë? Po. Unë them, të shkojmë? Po, shkojmë. Hajde. Welcome. Hyjete, Valdrin Sahitit. Kjo është Parisi. Hello, Parisi. Kjo është e vogla? Kjo është e vogla, po. Sa bukur. E madhe e delë surprizë. Po e madhe e diva, po delë. Se ti të madhen e ke këshu, divën e familjes. Sa bukur. Ende e pa përfunduar. Edhe kjo një film tjetër. Kjo është filmi qetësisë, më duket mua. Po. Valdrin, çfarë kryeve për kjo? Prandaj thashë ti një ditë mund të kesh dhe Valdrin Sahiti design, dekor. Home. Po home. Shko që kryeve pra. Qa është kjo? Si të erdhi? Kjo ka qenë realisht e projektume kamimi shpis. Po pastaj nuk o pëlqejke me bu me diçka me mermer ose me gjam ose diçka. Edhe shpin e kom konceptu më kom pak si spa. Spa home. Që t'ishtë përqesuar nervat komplet. Po, qetësi, dikon do një piktur, do një skulptur të bukur, edhe këta ma ndej e ku me nuk shtu si një guri, edhe Edhe që i ke vazhduar, edhe atje detaj gurit. Vazhdimi, me dhe me ideja është që po vjen prej atyt poshtë. Edhe kom pas qef me përsërit si mund. Po ende është e pa përfunduar në gjëja. Po këtu e gjitha t'jem një tamam është i qetësi, që ti vjen edhe s'mendon asgjë. Po. Dekori janë gocat. Po, qaq. Zhurma janë gocat. Që kjo është ideja, do më thonë, qetësi, my box, me, that's it. O, sa e bukur dhe ajo. Po, këto të dyat ko marrë për disa artistave në Shqipëri, edhe kjo është shumë e bukur. Kjo është fantastike. Në gjua dhe për tanë. Kjo është artist shqiptar. Po. Edhe është shumë interesant, edhe kjo pa ashtu, po kjo është e areduar me shtëpi. Bre shumë, po më danë që këtë qika. Paris! Sa vjeç Parisi? Sa vjeç je? Ha? Sa vjeç je? është për gëvele tani. 4 ka Parisi, 4. Rikit je shumë i lidur me goca, edhe dhe pak më parë, po je i këtë i lidur dhe shofë në Instagram, se to që je kushtuar atyre. është da jo tjetra që s'po del, Bela, u le shoh Belën. Bela vendos vet. Thash, është pjesa kryesore e frymëzimit kohëve të fundit, edhe është çfarë qetësia që ti nuk e gjen jashtë kësaj oazës të vogël të cilën e ke krijuar.
Edhe fizike, edhe shpirtërore, edhe mandej, po, është një lidhje pa kontestueshme. Tani u shoh dhe mami, po mami Edita nuk do të dali. Edita nuk del këtu. Edita! Pa vetëm sa për të konfirmuar që ti jeton këtu me Valdrinin dhe jo vetëm... Që ashtu del, e konfirmume, Del. Jeton edhe punon. Edhe punon. Po, edhe punon. Gjysma jote. Po, edhe na punojmë bashkë, do të thonë edhe jetojmë bashkë, po nuk ka qef me qenë shumë prezentas në Instagram e intervista. O shumë pak kur del kështu glamoroze dhe... Po dhe nxjerrim kështu ka njarë. Po më bë përshtypje dhe muri, thonë në Feng Shui që duhet kesh një mur që është si muri fitores familjare, pra muri familjes, edhe për energji, po këto pasi bërë një gjë fantastike. Nuk e kom marrë nga Feng Shui, unë vetëm e kom mendu me pas një kant, i cili vazhdan, sepse kom mendu që me vazhdu pastaj, gjatë kohës. Po të jemi energji se është familja e gjitha, do më dhe jetë një rëndësi shumë të madhe. Po, e kom fillu do më thonë prej kur kom qenë bebe, 8 muj, 9 muj, është fotografia me cilën jë më rritë, se mami e ka majtë gjithmonë shpe. Gjanta me belën tu? Gjanta me belën. Këtu jeni të 3 vlezrit? Këtu jemi të 3 vlezrit. Ti e i madhi? Unë jam i madhi. Duke shumë i përgjeshëm tu, këse që ke një hije përgjeshmërie, edhe mënyra se si e ullur, si porri, si busqesh. Nuk e di, kështu ke qenë se ke qenë i vogël? Gjithmonë. Kom qenë shumë i përgjeshëm gjithmonë, vazhdoj me qenë, sidomos unë menoj që kur je ma i madhi në familje, mane, kjo është një epitet që nuk është mangë datë. Edhe mandej në një moment kur nuk dojnë me qenë më i përgjeshëm, ose dojnë me lëviz nga përgjeshmëria, je i pse. Kështu që është një sen që kom pas gjithmonë. Po ja koma vllai i madh për vlezrit? Po, edhe pse unë mendoj që ata kanë pas një rol të jashtëzakonshëm në zhvillimin tim artistik edhe profesional, sepse kanë qenë realisht një shtyllë e fortë e jamja, pa cilët nuk e dija kisha qenë që ka shumë i plotësum, edhe të dytën të suksesshëm në industritë e tyre, kështu që nuk kanë reprezentu ndoshta veç faktin që më kanë mu vlla, po kanë qenë suksesshëm në industri që i bojnë, edhe mandej më kanë plotësu shumë në këtë komplet në këtë puzzle gjatë zhvillimit dhe krijimit, po unë mendoj që ende jam vllai i madh. Është një epitet që nuk vedu mu ka kohë, po mendoj që nuk hiqet letë. Nuk besoj që hiqet. Besoj që është identiteti, dhe unë jam motre madhe, është identiteti ynë. Mendoj. E pa me Editën, kjo është Edita, tapin Editën, me që se Edita s'del, neve gjejmë vetë Editën. Kjo është një foto... Për 15 vjetë nëse se kam pa diri qëtash. Edhe këtë foto e majmon, nuk e di e ke dirë në Instagram? Këta foto në kom dirë në Instagram, është pjesë e fotos kur kena celebru bashkëtesën tonë me një martesë në Vegas, që u konë shumë private. Në Las Vegas? Po, edhe kemi bo, do me thonë, Ke foto tjetër të martesa? Kjo edhe kjo është, do me thonë, njëna ndër fotot. Po, kemi qenë vetëm rreth shumë i ngushtë me vllaznit edhe ka qenë eksperienca jem personale që seriozisht nuk kom dash me nda as ona as Edita. Martesë në Las Vegas? Po. Si? Po na kemi bashkëtu bashk, dikon 7 vite bashk, edhe mande kemi vendos me pas belën, edhe kur ndodhi gjëja edhe koptum që baby is okay, shna, shmi, teste, këto idin këto gjëra. Pasaj shku me celebru në një formë bashkëtese. A ishte shtatzanë? Po, martesa nuk erë si pasoj e shtatzanis, po se celebrimit të shtatzanis, edhe pasaj unë nuk kisha qef me bo një... Dasën. Jo, nuk më pëqeke. Nështë apse të bo evente konstante dhe... Do vini gjitho i vishje dhe pasë të lodha që në dasën. Exactly. Kisha qef me kalu një ceremoni shumë private, me një pushim të gjatë. Po, foto më pëlqen shumë, sepse është për te puthjes, është kështu si... Si kur je njeri u ytë, është për qafimi, dhe vëtë si kur je një njeri të njeri tjetrit. Unë mendoj që është një arritje madhe në qift kur te kalon qatë momentin e të qanurit vetëm partner, po mandej kaloni dhe boni për një tjetrin të pandashëm edhe shok. Pas një periude kohore, kur mrin tjesh do të kaq shok me njëri tjetrin, quhet një cikël jetës pak a shumë i përmbyllur. Edhe gjithmonë we discuss që kjo mure dhe kjo pjesë e historisë pavarësisht ka mundet me ndodhë dhe nesër, nuk fshihet edhe nuk harrohet. Janë memorie të cilat janë bo me dëshirë, me dashni, dhe përsa ta mandej kom vendosur që me zgjat
në varësi të kujtimeve tona të matutjashme. Ja dhe diva. I love you. So welcome to the family and the camera. I love you. Kjo është momenti kur... Po të ke lindur ti, kur ka ardhur ti në jetë. Kjo është momenti kur ka lind të edhe dhe më thosht që ka ndryshu komplet jetën tonë, ke provu edhe vetë dhe në sakë... Qave ti Valdrin, po, qave? Po, qave. Po, unë nuk qaj shumë, po zdi, ai moment ka qenë i pa krahasu shumë. Gëzuar. Më pëlqen që gjithë qetësi këtu, po pëlqen që ka gjithmonë ndërhyrje, vjen Bela, vjen Parisi, Delmira me buskuqe gjithkohës. Unë mendoj që ndryshe është kur ki touch edhe shë rutinën, edhe ndërton karakteri, je bashkë pjesëmarrës në karakterin e tyre se sa mjeks. Valdrin, unë kënaqa, siç kënaqem edhe kur nuk kemi kamera bashkë, po unë sot dua që ta mbyll simbolikisht me një shprehje që ti përdori gjatë gjithë kohës që është tavolina, meqense për pak do ham darkën këtu në shtëpi para se të nisemi për Tiranë, që është sa e rëndësishme është tavolina, që përdoret tavolina e duhur, edhe mendoj që me njerëz të ulesh me ty në tavolinë, me kontributin me ato që ke dhënë ti edhe që po jep, që mund të duket se janë fustane të bukura apo janë këpucë, se thuaj çfarë kontributi, po edhe ekonomik, edhe njerëzit që frymëzon, ka shumë kontributi që ti ke dhënë, edhe emri të Shqipërisë. Gjithmonë kam menduar për ty edhe si mik që jam gjithmonë në tavolinë të duhur me ty. E di çfarë kjo është tonë, domethënë fakti që je pjesë e tavolinave të mia e kupton e den si shoqe emja edhe si bashkëpunëtare në këtë industri, rëndësinë e një tjetrit edhe rëndësinë e fjalës tavolinave. Sepse edhe shumë mirë që amujmë dhonja një tjetrit në çdo moment jetës, sepse jo këtë momentet janë të bukura, edhe jo këtë momentet janë festive. Të ndroj shumë sukses dhe mezi pres, të kam thënë gjithmonë, dikur thoja tapetin e kuq, edhe fakti thoja Valdrin tapet kuq, Valdrin ishte mirë, okay. Dhe më thënë, jo gjithmonë, edhe i pëlqen dhe pastaj thoshte edhe si pëlqen dhe nuk e di. Po tash dua të shoh me dyqane në Kim, në Hindi, po masim këto emrat e mbej. Kudo në botë, pastaj House of Dior për qetin tënd. Pikërisht, sepse unë tash gjysa e jetës ka shku, edhe një gjysë tjetër shumë mirë, ka shumë njerëz që kanë filluar karrierën në gjysar. Po. Kështu që ka shumë shpresë. Ka shumë jetë edhe me këtë mendje të fortë që ke ti, do jesh edhe një qytet. Inshallah është. Shumë faleminderit dhe gëzuar mirë. Ándale.